Kryeministri kërkon të çojë në Strasburg avokatin e interesave të tij dhe jo gjyqtarin e pavarur në majat e drejtësisë europiane. Ai deklaroi se ka arritur marrëveshje me gjykatën e Strasburgut që pronarët mos i marrin pronat e tyre, ndërkohë tani po përpiqet të çojë në Strasburg avokatin dhe njeriun e tij që do të mbrojë ligjin e tij të rishpronësimit të ish-pronarëve. Pyetja që shtrohet sot është: a do t'i nënshtrojnë vettingut të antikorrupsionit kandidatët e Ramës, siç do t'i nënshtrohet çdo gjyqtar dhe prokuror në Shqipëri? A do të pranojnë shqiptarët që t'i përfaqësojnë në gjykatën e Strasburgut dikush që ka hije të korrupsionit? Përzgjedhja e kandidatëve në zyrat e mbyllura të kryeministrisë në këto ditë gushti dhe larg vëmendjes opinionit publik është këmban alarmi për aferën më të fundit dhe të shëmtuar korruptive të Edi Ramës. Kandidatët për gjyqtar në Strasburg duhet i nënshtrohen vettingut. Nuk mund të ketë drejtësi të pakapur nga pushteti dhe krimi i lidhur me pushtetin. E aq më pak mund të ketë gjyqtar që mbrojnë të drejtat e njerëzit. Pa Edi Ramën, Shqipëria do të jetë